Selamu alaikum të dashur miq, mirë se po takohemi me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku çdo të ajtë të fillon nga ora 21. Takohemi së bashku me miq të nderuar, ku e kemi hoxhin e nderuar profesor doktor Shefset Krasniqi. Hoxhin e nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se jeni. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar, përveç pranë ekranit të rrethisë mund ta ndiqni dhe në kanalet YouTube dhe Facebook, kanale personale të hoxhës profesor doktor Shefset Krasniqi. Po ashtu mos harroni të na shkruani, të na kontaktoni në numrat kontaktues 046 220022. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë telefonatën, i lexojmë disa pyetje që na kanë arritur. Kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Ne motrat muslimane që kujdesemi për familjen, burrin dhe fëmijët, falim namazin, agjërojmë Ramazanin, e ruajmë nderin dhe i bindemi burrit. Jam i shkolluar dhe nuk punoj jashtë shtëpie, po ne konsiderohemi që s'provojmë asgjë, pak sqarim nëse ka mundësi hoxha, ku ka punë më të madhe se me eduku fëmijët në frymën islame. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë. Pejgamberit të bekuar, të nderuar, salavat dhe selam i qojmë. E familjes së tij shumë të respektuar, e shokëve të tij, pa dallim dhe pa përjashtim. Dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh, derisa të kësaj dite dhe mbi ata të cilët vinë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Pastaj ata që desha unë ta them, duke ndëgjuar këtë pyetje, e morra përgjigjen apo dha përgjigjen vet, pyet sja. Sepse thanë fund, ku ka punë më të madhe, vlerë më të madhe, sa me edukue një familje në frymën islame, ku ka punë më të shejt, sa me eduku fëmijët në rrugë të Zotit, me eduku fëmijët për me qenë nesër fryte, fidana, të cilët më pas i japin fryte me aromë që ndihet ai aromë në hatët me 10-100 kilometra ndoshta me mira, edhe përfiton feja, shoqëria, vatani, përfiton njerëzim për tyne. Ku ka punë më të shejt, tash po ja shtoj, më të shejt, sa edukimi familjes. Ku ka farz më të madh, mas farzëve që i kena në raport me Allahun, si Ramazani, agjerimi e të tjera, por në raport me shoqëri, ku ka farz më të madh, obligim më parsor, më primar, më parimor, shtyllë më të fort, obligim më të fort, punë më të ndershme, më të vlefshme, sa edukimi familjes. Edukimi i familjes ka qenë fundament, bazë e çdo shoqërie në të kaluarën, por kanë dalluar njerëzit në tiparet e tyre të edukimit. Ka disa gjëra që të përbashkët njerëzit, se në bujari, në trimni, në etik, e tani dallim mes vetë që ka është etik, po, por në shumë sende jenë të përbashkët njerëzit, sepse jenë nga natyrshmëria që ka kriju Zoti. Për shembull, se cili prind don që fëmia i tij me qenë nesër bujar, me qenë i urtë në kuptim i mençur, larg pams, trim, me qenë zemërgjër, i durueshëm, dhe tipare tjera të cilat e ngrisin një njeri. E më vonë pastaj edhe i shkolluar. E një përflasë për fillimit dynjas. Kështu që edukimi i fëmijëve është fundament i jetës. Për ata Allah i madhruar në disa raste në Kur'an na përmend neve këtë çështje.
këtë element. Se fjala vije tregimi i Jakubit me fëmijët e tina, surët Jusuf. Pastaj në surët Bekare, për kujdesa e Jakubit, që edhe në fund, krejt fund jetës e tij, me u siguru për fëmijët e vetë se në çfarë parime po i lën, çfarë feje po i lën. Para tyne e cek Allahu Ibrahimin dhe për kujdesi i tina maksimal për fëmijët e tij, veçantë Ismailin, i cili ceket më shumë në histori. Edhe është në tregimet koranore dhe është më i zellshëm. Për faktin se me të ndërlidhet çabja tjere. Krejt janë prind, ata janë fëmijë. Pastaj drejt pas drejt Allahu na urdhëron. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kujdesoni, ruani vetveten e juaj, familjet e juaja. E familjes gruaja dhe fëmijët, numër 1. Runi për rrugët e devijuara, për sanët këqija të cilat të shpijnë në xhehenem. E anë të vlera të shpijnë në xhehenem. Dhe hadithe me dhjetra, e mos ta bëjmë temë. Kjo është kështu dhe vetëm kështu. Por, çfarë ka ndodhur? Njerëzit e dhelpnak e dinak, e dashakçini. Për flasnje si individ, e pastaj organizata të ndryshme. Në shekullin e 20, veçanti pas luftës së dytë botërore, kanë bërë mund gjigant dhe ja kanë arritë që femrën me nxjerr për shtëpisë, m'ja marr vazifen, detyrën e saj, më të shejtë që ka. E që është edukimi i fëmijëve, për kujdesa për shtëpi. Se zoj shtëpisë, ja pezullum këtë epitet, këtë gradë. Ajo mua as nuk e zoj shtëpisë, as nuk është kujdestar të fëmijëve të sajna. Ja edukon dikush tjetër. Ajo që bën fëmijë, kur gjë më shumë. Çesh mënyrë indirekte, që kanë vepruar. Organizata të ndryshme. Derisa i kanë bindur edhe qeveritë të shumta. Gati këtë botën. Tash imagjino. Shkon një femën, punon ta zonë me standardet e Kosovës. Punon për 400 euro. Apo? Sa të dush ka motra që punon për 400, ka dhe më pak. Sa të dush. Ndërsa fëmijët e vet do të me qunë qerdhe nëse ka 1 apo 2, e që dohet 200 euro mas pakti. Edhe të 200 euro tjerat i shkojnë me shpenzime, me harxime, me ushqim, me të kuqe, me të bardhë, me gjëra tjera, edhe nuk janë qëtë mujin. Ku është lodhja? Ku e lodhja? Ku është energjia që shpenzon atje? Pastaj, kur m'ja dhënë hakin kjo burrit, shtëpisë, fëmijëve, të cilët i ka baj këtë vetë, zemrës të që ka zbarë këtë vetë. Thuj ndryshe, nëse gruaja jote, jemja dhe tjerë motrat tona, nëse punon në shtëpi sikur kjo, i edukon 5.000, 6.000, 7.000. Dishka dhe më thonë eduku 5 fëmijë. Automatikisht i ke eduku 5 familje. Minimumi. Djema vajza, salla krejan, se zëllë për ty një krejan një familje mas 20 vjetë, për që ka linda i pra fërësësh 25. Thuj 30. 5 familje ti. Të këtë bësh gjyshe, për te në eduku 5 familje. Ka 7 të rëbë, bojnë 5-6 veta. Pejteje. Këta shtetës se në bënë. Te e bënë si grua, si nanë. Ta qëke që edukon, që të familje, që të fëmijë, që nesër së lëpetin është familjen veti, dhe një gru tjetër e cile pënën, qëka do të qoftë? Me çfarë do pagë qoftë?
Nëse shkon ti dhe të lyp atje do një letër me mush, thot gruaja jote ku punon? Ti thot punon në shtëpi. Thot qysh punon në shtëpi? Punon në shtëpi është amise. Ja, a punon dikun ka pa punë. Kja e me pa puna? Po e cila me punë? Qaj që dhe lashta shtëpisë. Edhe nëse shkon të këshia me këshyrë dë fëmijë atje. Me romantish. A shë çfarë sistemi është bo? Kjo numërohet me punë sepse s'keni këshyrë dë fëmijë dikon. Ose shkon fshin përllak, betorinat, banesa, shtëpia dikuj tjetër. Kjo konsiderohet me punë. A pse do kanë fëmijët e vetë në shtëpi? Kjo pa punë. Dhe kjo pa punë automatikisht i jep një bindje, krijon një opinion se s'pa bë kur gjë, pse i pa vlerë. Jo vetëm kaq, por se i edhe mrapa ti, për pa mbetur. Qysh ti më në shtëpi? Ti hala me të shkollë ki. Po çfarë truni ki ti? Pse më në shtëpi? Po di hava parën ti. S'fa të shari kërkosh ty. Në tjera po dalëm, po kontribojmë. A shasha presioni krijohet? Dhe ndjejnë të motrat një vetën e një farë inferioriteti. Se janë të dalluara, të lanë anash, kuptimi negativ, jo dalluara pozitiv. Po të lanë anash. Nuk po mujnë me kontribu shoqërisë sa dohet. Krejt të kush ndikon, pse shbot opinioni, që shkriot opinioni, për hapën gjënët të bënë normalitet, dal nga dalë. A nuk ka gruaja punë në shtëpi, sa të dush. Sa të dush. Bile shumë herë gratë ka nevojë minimum. Është qërë që fëmia dole një kali pastaj madhi një mëna nëse i dyte veçanti me qëllu qika madhe e dyta i një mënë, shumë punë ja kryin, e thotë të mështej qika, mështej djali për me kryin shumë punë, sepse së një kryin vetë. Apo? Shtëpia ka punë. Kjo nga ana dukimit fëmijëve, nga ana psikologjike e burrit. A ka pare që pagun? A ka shumë që pagun? Me shku burrit të shtëpia, me gjetë çdo send, që është më së miri. E din që fëmia, anë pse baba është jashtë në punë tonë ditë ndoshta dhe mbrëmje, është e sigurt që fëmia janë tamam nën përkujdesit të duhur, më mirë se sa edhe me babë. Pra fëmia edukohen rriten, shtëpia është e gjallë, send keq që nuk mbetet, dhe kur shkon të shtëpia ka dhe ushqimin, ka buzëqeshjen e gruasit, ka të fëmijëve, ka. Kjo është xhenet i dunjas, atë djalë. Kjo është xhenet i dunjas. Në dunja, qaj që e ka, qëtë që ka, pra ka gruan e hajrit, që ka përshku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e lën të shtëpia kujdes për familjen tënde, të harron pasurinë, pastaj nëse urdhëron diçka të ngan, po edhe kur e shikon të disponon të relakson, veç kur e kçyr, domethënë kur vjen jap selamet për të dera, të relakson, të hek lodhjet, të shlodh, fëmijët të ngajnë kam për qafe, e harron të lashet e punë të di që e ke pase, edhe të natë mirë të kanë fëmija, pikit të natë mirë, po kjo është xheneti i dunjas. Kjo është pasunia më e madhe. Më e madhe. Që kjo familje, herën 100, herën 1000 familje, përmohet shteti. Përmohet shteti. Qështu është shteti për para, shteti shëndosh, apo do shtet shëndosh, apo do shtet me njerëz në psikopata. Me njerëz që do të marrin një grush kokra me veti, kur shkon qeveria, kur shkon në zyra, ku ta diun çfarë posti ka. Sepse ka jetë në xhehenem e ka i shkreti. E ka një jetë, o zati mashma, që im shef nuk i qetë, së dru pelset. Andaj, këtu motra që rrinë shtëpi dhe bëjnë punë, këtu bëjnë punë shumë të madhe. Shumë punë të madhe. Ne nuk jemi kundra me punu gruja, as kemi qenë as njëherë kundra. Por edhe ato që rrinë në shtëpi, bëjnë punë shumë të mëdha. Shumë tash në Ramazan. A ka pare që e pagun iftarit të shtëpia që ta bën gruaja? Kallëzëm. Ka çmim që paguna? Po nuk ka çmim që pagun. Nuk ka çmim që pagun. Po se zgjatëm por, kjo çështë është shumë e ndihshme kjo temë.
Kemi një telefonat në linje, selamu alaikum. Aleikum selam. I kam 3 pyetje për hoxhën. Hajde, E bismillah. para është rreth natës së Kadrit, dishta me ditë a ndodh nata e Kadrit në të njëjtën natë në krejt botën, sepse për shembull nëse sonte në gatishmën e Evropë është natë, në Amerikë është ditë, kur e kanë Amerika natën e Kadrit. Pyetja e dytë është, a ka qenë hoxha në xhamin Al-Aqsa, edhe a do të jetë mbrojtur ky xhami nga dëgjalli siç është në Medina? Dhe pyetja e tretë është, qysh me u lut me emrat e Allahut? Për shembull me emrin El Halim, që është ose El Kebir, qysh me u lut, se nuk jam të ditë. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Allah që përbleft. Nata Kadrit është një natë. Allah ka quajtur një natë. Wa ma adraka in anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbrit në natën e Kadrit. Natë që nifet në popull dhe në aspektin gjësor natë është pe perëndimi i diellit deri në lindjen e diellit. Deri në agim. Kalën koha e sefyrit deri hyrjen e agimit. Kjo është një natë. Kjo është një natë. Po të njëjtën kohë është një natë atje në Australie, në Indonezi, në Singapur, vende tjera për rend të ardhë, në Tajland, atje në Kambodja, hajt në Bangladesh, në Indi, rend këndej, dhe e sa të vjetë teknikë këtu, edhe shkëndim përëndim. Është një natë. Është një natë. Allahu ka thonë një natë, ne besojmë një natë. Edhe ajo është një natë. Pastaj nuk është një të njëjtën, nuk është kush me qenë të njëjtën natë, por ndryshon. Allahu e di më së miri, por argumentet më së afërm ja bojnë që nata e Kadrit mund të jetë 27-ën, 24-ën, 23-ën e kështu me radhë. Është për shembull mendimi shumë i fortë e historianëve, e komentatorëve, se cila natë ka zbrit Kurani, natën e Kadrit po, për cila natë Ramazanit. Se Allah me Kur'an po inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit natën e Kadrit. Por cila është e natë? 27-a, që mas shumë t'ja bën gjasat më të mëdha me 27-ën. Mendimi më i fortë që shumë historianët e favorizojnë është nata 24 të Ramazanit. Nata 24 të Ramazanit. Pra dhe të një që në fundit po, por jo 27-a. A ka transmetime që të më thonë në netet tek? Jo, transmetimet janë shumëta. Pejgamberi ka iltimisuha fil ashr al-awakhir. Kërkojeni në 10 netet e fundit. Dhe këto janë shumica lemave, jo konsensus. Shumica lemave. Pastaj hadith tjetër, kërkojeni në natën 21, 20, 21 tek. 21, 23, 25, natën 27, 29. Pastaj 27, 29. Pra, edhe të mrama, përfshin tek edhe qift. Iltimisua fil ashr al-awakhir, kërkojni 10 netën e fundit, i përfshin netët tek dhe netët qift. Fillon natën 21 dhe përfundon natën 29 atje. Po gjasat më të mëdha 27-ën, por ka mundësi në të tjera. Tek dhe qift. Pastaj më të mëdha janë mas 27-ës, janë pak më të mëdha me qenë tek, po pastaj vinë në të qift. Ama mundësia është në të gjitha. Sikurse që është mundësia natë e Kadrit me hecë. Këtë vitet 27-ën, ndoshta vitin e kaluar ka qenë 26-ën, ndoshta vitin e ardhshëm vjen 25-ën, 20-ën. Kjo është më sheft Allahu kujt nuk ja tregon. Po kur the ka mundësi me ecë në ditë, a ka ndaj transmetim që nata e Kadrit mundet mos më qellu jashtë Ramazanit krejt? Ka për ulemave të cilët parën, për ata a thash pak më herët, thash nuk është konsensus i ulemave, se nata e Kadrit është 10 net e fundit.
Ka për ulemat që thënë se është në këtë Ramazani mund të jetë nata e Kadrit. Ka mendim madje edhe jashtë Ramazanit. Por mendimet më të forta, që janë shumica absolute e ulemave, gjumhuri, shumica e ulemave, qoftë komentatorët e Kuranit, qoftë fuqahat, qoftë historianët, ulemat të shkencave të ndryshme, shumica e tyre janë të mendimit se nuk del jashtë 10 ditëve. Duke bazuar në shumë hadithe, por jo të gjithë. Por jo të gjithë. Po që është të pyetja tjetër më tës? Ka qenë hoxha në xhamin Aksa. Sa si nuk kam qenë xhamin Aksa, se kam jetë me shku hiç. Dhe a do të mbrohet. Përderisa tash në pushtetin e qefotëve nuk shkojnë Aksa. Dhe shumë ulema kanë dhënë fatva që është haram me shku atje përderisa është pushtuar. Shumë ulema, edhe hala është fatva e fortë ulemave të asaj zone atje, vendeve arabe, që mos shkoni atje përderisa është. Ata që janë aty shkojnë, ndërsa aty të tjerë përderisa të shlirohet. Po kryimet e xhamia Aksa. A është kon më herët obligimi haxhive që më shkuan në Aksa? Jo, s'ka qenë kur obligim. E kanë vizituar vullnetarisht? Vullnetarisht sepse është sevap më falënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la tushaddu rihal ila thalath masajid. Nuk lejohet enkas të jetë pikë vizite, synimi, vizite i përpas 3 xhamive. Qabja, Medinja dhe Mesjidul Aksa. Kështu që me këta do më thonë, pak më ndryshe. Nëse qovë në pikë të ujtë përmeni xhamin në botë, pe matë më dhave në botë, pianisëm skajt atje në Marok, është një pe 6 xhami matë më dhave në botë. Në Ankara, apo në Istanbul ka marrë tash më e re, në Istanbul 2, pe matë më dhave në botë. Në Indonezi, më do këtë është në Bangladesh, tani vi këto 3 xhamiet, në fakt të 3 më të mëdha, këto 3 që janë njohura, Çabja, Medina dhe ajo. Tamam. Dhe dikon është xhamia e Sheikh Zaidit në Abu Dhabi, por këtu janë më të mëdha. Të tjerat janë më të mëdha. Ajo është pak më e bukur, këtu janë më të mëdha. Tash, çdo xhamia në Dubai, Tazami, mos e përmend. Më çu pe këtu një herë me shkuar vizituar xhamin në Dubai, në Abu Dhabi. Unë kam vizituar, kam qenë. Më që më shku në Abu Dhabi. Edhe kur kam qenë aty në këmë me falë. E që herë dhane këto? Je për vizitorë dhe ty, pa falë se la, asë një cëka. Me që më kalua të varë mbrojësat, jem dole këta, edhe falë 2 recatët të i hëtë me zgjët, po këta gjendë s'hajnë, ta këta, që ka bërë kërë që? Unë bërë të pak në mizbahat. Pse i kanë lanë të farë shëritat, me hi me dalë turistat, po, vizitorët, ndërsa kohë namazit, falet poshtë një kanë bo, e ato të për gjëma mbyllë, për gjëma po, ndërsa gjatë ditës vizitorë. Tash më që më shkopej këtu ujtë, hadë që më shkojmë vizitojmë një xhami në Abu Dhabi, qatë xhami në Sheikh Zaidit. Në me është e bukur ajo, është e bukur. A kam sevap? Jo. Jo ty, pes kam sevap. Për nëse falë, është mu falë. Po nuk kam më që më bëkpej këtu ujtë, qohëna në shkojnë në Abu Dhabi, për me vizitojmë qatë xhami, të falë 2 recata kam sevap, jo ty. Se nuk më është bërë mu legjitime shariatikisht kja. Legjitim shariatikisht, tani që edhe kam sevap, në 3 xhamia. Me këtë hadith. La tushaddu rihal, illa ila 3 masajid. Nuk mirët rrugë enkas për të vizituar një xhami me qëllim të adhurimit, të ibadetit, fitimit të sevapit, për pas 3 xhamia. Xhamia Mekja, Çabja, Medinës dhe Kotsit. Tamam? Këto 3. Kështu që haxhit kanë shkuar para 65-67, fakt para se me okupue qefut, kanë shku, i kanë vizitu, tani shku në Medinë. Tash kanë fillu prap. Një pjesë e tyne me shku, me që ati evropianve pja mundësoj ka pak me shku, por nuk ka të bëj me haxhaja. Me haxh nuk ka të bëj. Dhe pyetja e tretë ishte, a është mbrojtje sepse kam lexuar një pyetje interesante që s'e kam nikur. Po pyetjen e tretë, të lutem, si më lut Allahut me emrat e Allahut. Jo, tha dha, është mbrojtje pe Dejxhalit. Jo, nuk është mbrojtje. Nuk është mbrojtje. Madje Dejxhalin Isa atë myt. Madje Isa atë ta kanë Dejxhalin për herë të parë dhe atë e myt Dejxhalin. Në çat pjesë të Mesjidul Aqsa, ku të shëri, çat pjesë.
Ki mundësim pika shkurta, si mi lutë Allahut me emrat Allahut? Me emrat Allahut, më lut, kjo pyetje është më e mira për ty në tjera që kanë më lart. Në fakt, Allahun e lutem me emrat e tij, me cilësitë e tina. Por cilën do cilësitë Allahut apo emën ta përmendsh është në rregull, por më e udhës, më e përshtatshme është me lutë Allahun me qatë cilësi që ti kërkon diçka. Për shembull, nëse thua falem, o Zot falem, ja Rabbi falem, o Allah 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 falem me gjënojnë që kam bë, o Allah falem me gjënojnë që kam bë. Tash, cilën cilësi për shtatët të me përdor, ja Ghafur, ja Tawwab. Ghafur, falës, Tawwab që pranon pendimin. Ja Tawwab, tub aleje, o Zoti jam, ti që je pranuesi pendimit, prano pendimin, o Zoti jam, ti je falës, falem. Po edhe i mëshirshëm, o Allah, ti je mëshirshëm, ti je Rahman, ti je Rahim, mëshira mu, e falim ja Rabbi. Tamam? Nëse lutesh me thali, Allahu e vlad, e përdor cilësin që Allahu jep, Wahhab, është që jep, falë. Po edhe i mëshirshëm, po, se falja pjesë mëshirës tina. Nëse lutesh me të mbrojt, me të ambulu Allahu, me të mbrojt për diçkafit, mos me të lamëron dur dikujte, është mirë me lutë me Latif. Ja Latif, ultuf bi, o Allah, ti butje, ultuf bi. Tash, dysh me thonë që bëni but në taj meje, po, edhe vetëm mëshira ma më Latif të përdorët më shumë. Për shembull, po, nëse kanos një rrezik atje, ja Latif, ruja të mbri. Po nëse lutesh me dënu dikën Allah, me marr hak, thë ja Qawi, o i fort i pamposhtër, ja Aziz, i plot fuqishëm, ja Gjebbar është që ka forcë pa fund, ja Muntaqim, hakmars, emrat që në të vitën me të ngërthejnë forcë të pamposhtëne, shkatërëje, dënëje, mërë më hakun. Për ndryshe nuk përshtatet me ndëshkim e rahmeti. Me thonë, ja Rahman, ja Rahim, dëne e filanin. Tamam? Po. Për ma qartë, kësha përpëzu këse e motrës, me marë librin tim, komend e emrave të Allahut. Ne kemi bërë një libër e emrave të Allahut, dhe shumë jam kënaq gjatë shënimit të ati libër. Ai libër ka të bëjë me akide, me besim, ka të bëjë me njohjen e Zotit tënd, me cilësitë e Zotit tënd. Unë me gjithë atë libër e ka sa të dush, kujtoj, edhe shef se si do të më lutë robi me emrat Allah dhe mësën emrat Allah, të barëke vë ta'ala. Allah shumë leftë hoqë. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Kemi telefonat? Apo ka ik telefonata? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aleikum selam wa Assalamu rahmatullah. alaikum. Ju lutem, Po. u la zonën televizorit dhe na Jo, komunikoni në telefon. këtu jam. Na leni zonën televizionit dhe folim me neve mes telefonit. Deshta që bëj një pyetje hoxhës. Po, urnani. Urnani lutem hoxha apo ju dëgjon. Ose nëse kemi problem me linje, thirrni sërish. Nota e Kadrit, a është prej iftarit deri në sefer, apo është vetëm një moment? U bo, Allah e ndëroft, faleminderit. Nata, kur themi natë, a natë një moment, a natë ta natën. Nata është ta natën. E nata fillon me perëndimin e diellit
dhe përfundon me hyrjen e agimit të dytë kur del edhe syfyre dhe hyn koha e sabahat. Kjo është natë. Kjo është natë. Andaj do të më shfrytëzoj ta natën. Prej perëndimi i diellit deri në syfër dhe mas syfyrit. Deri në koha e sabahat. Po. Allahu të nderoft, thash që kam një pyetje interesant që nuk e kisha dëgju këtë pyetje herë më parë. Ka tërë kjo, për kreja për tjetër. Kam ka ardhur prej redaksie nga ndjekësit që na ndjekin, në vin pyetje shumë hoxhë ndërum, po disa i veçojnë redaksia. Hoxhë pyetja ashtu. A lejohet të agjëroj Ramazanin para se të filloj ai? Para se të filloj Ramazani, domethënë Ramazanin e vitit 2027 në vitin e ardhshëm e kena pushim në kohën e Ramazanit. A fjala a bën me agjëru Ramazanin para se me hyrë Ramazani, që në pushim na me kanë të lirë me bë pushimin. Kjo pyetje është. Është pyetje provokuese. Është pyetje ndoshta mjafton të them provokuese. Tregon ignorancë dhe shaka me dinë Zotit. Shaka me dinë Zotit. Dini Allahut është këtë që është. Ibadetet e kanë kohën e vetë. E që kërkohet me i kry ibadetet në kohën e vetë. Po, ty nuk duket tamam ajo punë. Nuk të bie tamam. Nëse s'bie tamam ajo që ka thonë Zoti, atëherë di që kur tamam sans ka me të ra. Kur njët nuk ka me ra tamam. Ati që si bie fjala e Zotit tamam, që si bie urdhar të Zotit si bien tamam, që bie ati tamam? Që bie tamam? Ati tamam në bjeve gjehnemi ati. Bjeve gjehnemi bje tamam. Kur ta mbërthen, gjehnemi, sipër, poshtë, para mrapa, gjastas majtas. Në 4 anë të vije zjarri. Edhe 5 anë të vije. Allah ka thonë kul gja el haqu o zahek al batil. Erdhe vërteta dhe kota shkaj. Ka thonë kul haqu min rabbikum. Fëmen shae fel jumin, wa men shae fel jekfar. Thuaj jo Muhammed, haqu e vërteta është për Zotit. Kush të dënë, e të beson. Po kush nuk dënë, e të mahën, e të pravën, e të agjeran. Qysh ka qefaj, ose me të agjeran heq. Nuk ka në dinë të Zotit diçka që ka qysh duan. Me që në tinë farze, në harame, që janë sene shumë dishme. Si në bas kësaj pyetje, ta quaj pyetje provokuese, e kur është haxhi në qershor, korrekt ngushtator, ku temperatura e kalon 50-shin. E kalon 50-shin. Vetën, po kur jenë kallabllak, e shtohet temperatura njerëzve, asfaltit, automjeteve tjera, sa bëhet, ta prek 60-shin baki, 55-shin atje, që ka përvu që këvla yti. Sa të ish 25. O, ta shë loqkë. 25, dhe 25 e loqkë. Dhe 25 e loqkë. Loqkë është. 25, 50, 25 e përpjet, fillën bëhet problem. Po kësajnë e shtohet kur kallabllak i madh, imagjinon tavaf, njerëzit në gjitë, temperatura 45, sa të ka pa klima, e gjithë 40, 15 mund që ashtojnë njerëzit. Ose në rrugës për Arafatin, minë, të gurë, të me lanë tash haxhina, dhe s'kan ke punë ashtu. Andaj ke pyetje as që vlen me marrë kohë me të. Ndëroft. Shkoj me një pauzë të shkurtër të dashur mes dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar.
Selamu alaikum të dashur miq, mirë se jemi rikthyer pas një shkëputje të shkurtër me emision Rruga e Ndryquar, ku jemi së bashku me hoxhën e nderuar profesor doktor Shevdet Krasniqi. Të dashur miq, mos harroni të na shkruani, të na kontaktoni në numrat kontaktues 046 22 00 22, po ashtu të na ndjeni përveç pranë ekranit të RTI-s dhe në kanalet personale të hoxhës së nderuar në YouTube dhe në Facebook. Na njoftojnë nga regjia që kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Keni Përshëndetje për hoxhën dhe juve. Faleminderit, keni pyetje për hoxhën? Pyetje jo, po kam një kërkesë, një lutje, një dua për mu, të kthehem në namaz se jam keq. Ju falenderit shumë. Selamu alaikum. Selam të Allah. Allahu të sharoft. Allahu të sharoft, Allahu të sharoft e vështërsit. Ty dhe çdo muslimane të pezulloft, e të letësoft, me të kaluar çdo vështërsi dhe spero ja Rabbi. Shfrytëzoje këtë kohë para iftarit, kohë të sefirit, po edhe ta natën, këto ditë që kanë me të net. Sepse doja më e mirë është ajo që del nga thellësia e zemrës, nga brendësia e shpirtit del. Ajo del zakonisht për ati që është hallxhi, nevojtar. Ajo ndihen. Me lutë Allah. Pastaj me përsërit lutjen. Me përsërit lutjen. Jo është një herë. Me përsërit, o Zot. Nëse punë smuje sharam, nëse punë halli letama, nëse punë brengje mërzije pëzëllama, nëse këndë një sfidë që të për të përpara Allah letësama. Ja Rabbi. Me lutë Allahu në seqte, mas namazit. Me lutë Allahun të punu, ullën, me ngrit të spih, me boj istikfar, me raj istikfar, me boj të spih. 100, 200, 500 herë. Të spih, stakfirullah, stakfirullah, stakfirullah 100 herë. E pastaj subhanallah, 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 100 ma shumë. Nuk ka kush numër. Alhamdulillah, 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 100 ma shumë. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pejgamberi ka hum për të la hawla wa la quwwata illa billah të dy fjalën kenz. Kenz bjen thasar. Thasar xhenit. Pra janë vlera ty në shumë e madhe. O subhanallah. I qelin robët shumë dhe la hawla wa la quwwata illa billah. Nëse antiku njeri është ngusht. Këtë edhe në anën tjetër, hasbi Allahu ni'mal wakil. Hasbi Allahu ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Me lutë Allah, ne kemi Zotin tonë, i cili është i gjallë, na sheh, na ndëgjon, na ka urdhëruar me lutë, na ka premtuar që ne e pranon. Ai na ka veçuar, na ka dalluar këtë Ramazan për muajve të tjerë. Ai na ka treguar lartë madhëria e tij për vlerën e namazit, duas lutjes natën. Edhe i dashni ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai na ka dërguar natën e Kadrit. Krejtu janë pejtina. Andaj me lutë Allahun, edhe kur mos më dëshpëru. Kur mos më dëshpëru. E mos të harrojmë se duaja e lutja bën çuditëra. Duaja, lutja binduni që i thënë edhe ligjet e fizikës. Duaja dhe lutja i thënë edhe ligjet e fizikës. Sepse ligjet e fizikës në dorë të kujna janë? Në dorë të Zotit. Ajo është pronari ligjeve. Siç është pronari yt edhe jemi.
Doja ka derën e kthen. Niset ka derën me ardh, doja e lutja kthen. Wala yurdu al-qadara illa ad-du'a. Ka derën nuk ka që kthen diç pas duas, lutjes. Doja. Lutje, është në gjuhën tonë, lutë Allahun tonë. A më lutë të shprehat nevoje në madhe. Se kur së fjallurën të që themi një halgji madh, e cilë të alëshan derën, e ti bindesh që njëre halgji është, më nomja bëhallin, mësele pa kurgjë, sepse as peshet gjithë këtë luti që për ta banë, halgji, i shtret për toke. E lutin e doan me paraprime, madhërimin e Zotit, me stikfar, me falënderim, pastaj me salavat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj me lut, me përsërit lutet disa herë. Me mundu me kajt, apo me bon, sikurse me kajt. Dhe në fundë përfundu me sallallahu alaihi wasallam, salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ty përgjigj lutjes tone, temës e lutjes gjithë muslimanëve ja Rabbi. Allah shpëleft, o gjendërëm, keni një telefonat në linje, selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Pa, sa t'jam të përshëndesim. Faleminderit. Aleikum selam. Veç janë në zonën e televizionit, ju lutem edhe komunikojmë mes telefonit. A, dëgjon hoxha, ja. Po, hoxha, po ju dëgjon, urnoni. Vete. Urnoni, ju lutem, hoxha, po ju dëgjon. Dhe jam Gjemaledini nga Slupshani, Na vjen mirë. Kumanovës. Urnoni, keni pyetje për hoxhën, ju lutem? Gjemaledin Asipi, pa të qërë të përshëndes veç hoxhën në mund këtë familjes Asipi. Allah ju shpëlef, faleminderit shumë. Po na ju përshëndesim juve. Shumë faleminderit. O gjendëruam vetëm na përshëndeti. Allah e ndërë, faleminderit shumë e familjes të hoxhës të madhë, të shqiptarëve, Molla Jakupit, rahmetullahi alaihi, Allahu rahmet në shpirtin tina. Allahu ja bëft dërejgje këtë atë punë që ka ba për këtë popull. E ngrit, e lartësoft që ka ngrit, e lartëson e vlijateve të Allah. E asgjëroft varën, e ndriçoft. E shpirtin e tij ati ja knasht me shpirtat e vlijave të tij, e të afërmit e tij. Ta shkëm me këta si tha, Peslëpçanët halepe për menjë, mbi emnin, me njëherë, menjë jam shkajte Hoxha Rahmetliju, të miku jo një dashtën. Qëka të themi tjetër pas të në ligjit Zotit, Zotit jem, të Zotit kemë u këthy. Aji ka bërë 20 vjetë, tash ka hy për 21. Subhanallah, caktimet e Allahut. Shumë na ke zhy me pas qenë gjallë, por kështu e ka begeni se ka zgjedhë Allahu. Allahumma amin. Allahumma amin. Faleminderit. Allah e të rujty dhe ata Slupçanit atë ne përshëndesim të gjithë. Dhe na ka marrë malli me shku në Slupçan. Po edhe në shtëpi hoxhës. Mërana në shpeti kam hy për herë të funit. Një javë para se me vdek. Ditë të më ditë. Në djelën aj.
Rahmetlia është Varros, në diellën e kaluarën isha në shtëpi dhe humra drejt me te. Pas të kemi qenë varrim, po jo në shtëpitina. Këto që i ka 20 vjetë, s'kam qenë në shtëpi. E kam qef shumë me një mirë për këtë familjen e tyne. Sepse ata kanë dhanë një burë të madhë, që e ka pa hajrin, krejt shqiptaria. Krejt shqiptaria. Tash me këtë fjallorën e tyne, se për mu e për ty nuk ndahet fejat dhe jo, për fjallorën e tyne njerëzve tonë që më nënë ka pak më nda. Jakupi i pari në qështet fesë, i pari në qështet vatanit. I pari. Edhe atë me një vullnet qëditshëm. Me një krenarit pashoqe. E pa të ramshëm. Syni i tina nuk ka ditë më tutë. Nuk ka ditë më tutë. A se ka të ramë syni kur. Allahu e ngrit në drejgjën në ulemave të mëdhej, e vlijave ti, e pejgamberve ti, e shahidave. Ditën e kiametit ja Rabbel Alamin. Amin. Edhe telefonusin që na emocionoi hoxhën. Kemi telefonat në linjë. Selamu alaikum. Aleikum salam. Faleminderit që na keni telefonu. Keni pyetje për hoxhën? Po, deshta me pyet hoxhën për ajetën e Kuranit. Ku thot Allahu mos u shfaqsoni, keni bë kofër mas besimit ju. Deshta me ditë neve gati për ditë po na bie më nejt me asë tipat njerëzve që ban hajgare me fe, vazhdojnë jetën, thot musliman jam, thjesht ku mba hajgare. A mjafton që ashtu, se thjesht më pëndu, apo do të me thonë apet shahadetin, personalisht më na bje shumë shpesh me pa me një kësi raste. Allah i shpërbleft. Faleminderit, selam aleikum. Allah e trojt. Të ndoshta pata përse me jetën la ta të dhru, katë kefertun ba dhe imanikom. Mëse kërkani fali, tashmë keni bërë kofer. Keni dalë për feje pas imanit. Me që ajeti ka zbritë për disa manafik, të cilët nduke kthyer për njërën për betejave, të ndale me poshu, dhe të larguan pak më larg, edhe po në grupë se veqeshen ata, manafikat, e përbojnë hegareve muslimant, e me pejgamberin, me shok pejgamberin dhe pejgamberin, bashkë me ta. E një sahabi që laj aty, edhe tha, i qërtej ata rënë, tha, vallahi, kam i kalëzu pejgamberin që po talë një jo. Ata po jo në bënëm hajgare, unë tha kam i kalëzu. Po para se marë kam i kalëzu pejgamberi, Gjebraili zbriti. Irdhe, Gjebraili, para se marë këj për qatë jetë. Të një venëshen, para se marë për qatë jetë kë, mi të regu këto, ku ishte pejgamberi, Gjebraili irdhe, dhe zbriti këta jetë. Që lezën dhe në kiamet. E që Allah gjykoj se këta janë, munafikat që farë kanë dalë për dinit. Pra, dolën për dinit. Pejgamberi nuk ja pranaj. Ata pasar një Rasulullah dhe thani në makona në khudo, në l'ab. O zët, o ja Rasul në bëjë shajgare, në këpatën për me. Kulli billahi, wa ajatihi, wa Rasul kuntum të staziun, la ta të dhru, qatë kefertum, ba'de imanikum. Me Allahun, me pejgamberin, me Islam, me Koran, me din për bërë hejgarea, këni bë këfër. E që kështë ajeti me i qartë në Koran, se talja me ndu një fundament fejës, është bara zime dërpi dinit. Talja, shakaja, me fundamentet fejës, në vend e nëzër njërin për feje. La ilaha illallah. Allahu në arruajt. Për shambull,
A jena në Ramazan. Dhe dikush atje në e farë ahmak, sa është ahmak. Së nësë ka në ahmak, në ka bëkit pytje, në formë shakaja hajgare, thot, audhu billah se, audhu bishat po më skopi gojës tem. Ja mërë 3 ditë kana Ramazan, përse ka një miraj. A dhe ta qiru shumë, kjo kufër. Kjo kufër. Ose, që ka amur është ke pa fani, bam, bini, ve që theni gojt, bam, qohani, bini, bani. Ose, lëshojnë djemë të mi e kratë, ta në që më ke bomë si Draja me Hajleviqë atje. Draja, ka qenë komandanti qetnikve, ata këtë kam pas mjekra qetnikt. Këtë mjekra në kanë. Pra ta përsëritën luftën e Bosnjës Kosovës, e përsëritën atë traditën e tyre të vjetër para viteve 40, shekullit kaluar. Mi për më ngjasu aty në qetnikve. Të frymzuar për ideologjisë tyne. Allahu na ruajt për sherrët tyne. Këto janë kufër. Por, ata të cilët flasin, ndoshta këtë rast është më mirë një ajet tjetër i përshtatet më shumë. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Nëse shihni se njerëzit po tallen me fe, kur jeni në mezhlis. Sa e para ke talli me parë që shketi s'ke, tallen ata. Dorsa kur jeni në mezhlis me ta, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Innakum idhan mithlahum. Mos rrin me ta ulur derisa të ndrojnë bisedën. Allahu na dha një dispozit. Nëse jena dikun në kafe, në një mezhlis, kolegë në punë, shok, musafir, dhe që dikush në bahigare me femu, ka dalë. A ke diçka qartë e debatoj, pa e nuk dhe me debatu heq, se nuk le me debatu, dhe me dominu. Apo nalesh anë qova, ta është të përdur tjetër metodë, tjetër qasje, në rënë qasje, apo nalesh anë qova, zëtni. Edhe, qova. O qova, nuk rinë atë vend, këmë shatë feja mu. Nuk rinë atë vend, këmë fyet pejgamberi mu. Ti s'pam le më të kundrështu, s'pam le me debatu. Debatës e debat është lejuar fetarisht. Allah e ka dhe pejgamberit vetë debata me ta, me të mire, tjere, shëra, njerëzve ati Musa a.s. Me Firaun e nëran pejgamber të Zotit. Pra edhe ne debatojnë me njerëz. Jo Korani s'është për këtë kohë, jo pejgamberi ku ta diune, jo njerëzit safar ose në fejen hime zër njerëzit kanë përdor dhunë, njerëzit ka përdor turki shpatë dhunë me shtinë fe njerëzit. Debatojmë, bisedojmë. A mu të domina, me shdo kusht, dhe më sëllem me folë, dhe donë me bo këtë ambientin për veti, e unë atë se i nënqmuna, jo, zëtni. Jo. Që dhe jashtë. Fela taqudu ma'hum. Mos e ulim e ta. Kështu që Allahu në ardhëran me pas një personalitet e vla. Do të pas një personalitet ti. Ajo, të gjithë një. Unë kur t'jam, fejnë mësë pa prek. A morë vesh fejnë mësë pa prek. Shqeqa, në shtëri kemi qenë një. Unë jam për atin që kam kërështi në Jugosllavisë. Por, ne që mi kanë damat vendast, në shtëri bes kemi leju në shtëri, ta kanë respektu, jo që në kanë tut neve oficirat. Nuk diskutoj ta puna, ato s'në kanë tut neve, atë s'mon pretendojnë. Por, edhe oficiru kërë ka po vendosshmërinë tane, që ne jena parimor në shqiptartë. Ferë mësë ma prek, familje mësë ma prek. Sa ta i shajnë nanat e babat, ata jenë pejgojen, pe matë pizve në dynjatë.
Po me neve nuk e hajnë ata fort. Sepse ti që të vjetë kuqe. Edhe në ato kemi qene shqiptarë të legjë, përbalë. Edhe kanë qenë me besht, si mbas tyne, kanë qenë njerëz, që me thamë, njerëz që në kanë këqyrë me sy tjetër neve, shqiptarëve, ha? Se tegër, se... Por, ta ka respektu qëndërimi tëndë. E lema sëtë këtë demokraci, këtë lerije. Thoj, one kërë t'jem këto, të nuk ba me folë. Mas leja. Edhe në kofta i shefe, drejtare, i shkollunet, e që ka tjetë. Parimet tua thërbësore me të shepe, qumë. Po. Sepse për mu feja është me shtrejta. Tash, sa unë ndihën a keq me ma fy babën e nanën e familjen tem, sa të dush. Por s'krahazohet kënë ndjen, me ndjen me aprekti mu fejnë. Andaj, këtu nëse e mshelin janin sy, atë se mshel as janin. Jo se së vëdal pe feje për hatër tënë, ata për qefin ty. Nuk me fite hedhërimin e zotë tëne. Onë këtë jam atë, mbëllë gojen. Për fe nuk du më folë. Dhe këta është mirë me pënjërë pas pare me këtë shkën të daja, të teze, ka nërë migja, ka nërë shkën me najtë, aja njës të shoferin me thonë, qumë. Jo rre, jo nuk pëmë le me najtë. Onë kur të veti për fe nuk më folë mu kur gjo. Për ndrysh e mi zveheshtë të ti. Po du më të respektu të si migja si daj. Vlat nanës, babës. E ty nuk për të letë drejtë që rahat 5 minuta me bësaber me mua? Për hatët vlatën që unë jemi tina. 5 minuta të pi kafe të qova, zveheq. Andaj më së falë për fe. Se di që shjetë të kje, e ti pregaditje për natan, e gjohen me emër zëtë kime gjithë. Po, onë kur të jam për fe më së falë. Aja njësa për qëno. Mi thu, grava, kush dhe qofë, qëno. Jo, qëno. Ka që ke punë? Po. Allah ndëroftë, hoqë ndërëm, kemi dhe telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Na njëftojnë se ka ikë telefonata. Hoqë ndërëm, minut nga kanë kalu, po lutën nëse ka mundësi, kemi dhe një pyetje për sadakatul fitrat, çka janë sadakatul fitrat dhe kuj i takojnë me dhonë sadakatul fitrat. Sadakatul fitrat, el-fitru. O, pa s'ka të fitra, sadakatul fitri, s'prish për këtë njëjtë është aja, është një shumë sasi e ushqimeve, që pejgamberi ka caktuar një sa, një ëk, ngrun, elb, hurme, ushqime që kanë qenë atë zaman, atë kohë, për të mëdhej dhe të vegjel, për burra dhe për gra, ma gjithë për fëmi, për tonë familjen. është farz obligim. Në dhonë, vajib. është vajib. Në dhonë. Gjatë të Ramazanit për nëshme dhonë. Po kohë me mirë është në fund të Ramazanit. Ulemat kanë thonë me mirë është kur dish me falë sabahin, kur dish me falë bajramin, para se me falë bajramin. Pas më nështë ato ku me gjithë njerëz me më thonë. Andaj japëm një ditë apo 2 apo 3 për para apo 4. Qyshe ka ardhur në hadith e sallallahu alaihi wasallam, hadith Doka Sejdu Khudriut, se thot ne nxirshëm 2 ditë para Bajramit, nxirshëm sadakatul fitrin. Bën me dhënë edhe me para, sepse është me përshtatshme për fukarat, për njerëz. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kurtësinë e dhënies së kësaj sadaka, një shumë sadak. Ka thonë tohreten lisaim, o tu'meten lil mesakin, o tohreten lisaim. Ushqim për fukara dhe spastrim për agjërusin. Min al-lagbi wal-rafath, prej fjalëve jo t'jeshme, pa pëlqyeshme, përgojime, fjalë pa vende,
do një fjalë të peste, s'pastërim. Pra është rahmeti i Zotit për ne, është edhe një shans, edhe një mundësi, për ndihmes për pas Ramazanit, që me të ndihmu, me të letu, që ky muaj, tohre, dhe saj me qeni pastërt, e më dërzu të Zoti pastërt. Jo me një Allah, me marrë me laqet Ramazanin ton, kur ta përfundojmë natën e Bajramit, edhe me që lartë të pastërt. Ramazan të shëndosh. Tani kush ka punu ma shumë, kush ma pak, se cili veç e veç, natyrisht, po me kaj pastërt. E për një mujdet, të pa agjeran, tonë pa agjerojmë, po nuk pojna më rujtë ata njëjtë, për balë adhurimit e badetis, po bojmë ta njëjtë, ajo është më ngrinë dërejgje, po këtë jetë rash mësme një losë, me kaj pastërt. Andaj Allahu e ka legjitimu edhe këtë sadakatul fitr për dy të mira. Mi gëzu fakarat për Bajram, po para se mi gëzu ata për përfitu edhe vetë. E që është pastërim, e lëshimeve që i ke bërë gjatë muaj Ramazan. Andaj musliman të japin sadakatul fitr me knatësin më të madhe, dhe knaqen kër i japin, dhe lusën Allah më ja pranu, këte, po dhe Ramazanin, dhe Ramazanin a pranu Allah të pastërt, të pastërt. E me na u gjinë kër Ramazan, me na rujtë Allahu, e me na u gjinë kër Ramazan në varë, me na u gjinë gjithashtu që është mos përënësie, kur dalime para Allah ditën e kiametit, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se robi gëzohet shumë për Ramazan, ditën e kiametit. Inde liqa'i rabbi, kur të takan Allahun. Dhe ka thonë se Ramazani vije dhe bën shefat ndërmjetësan të Allahun ditën e gjykimit për robin që ka gjëru. Dhe thëto Zot, unë jem bo sebeb shkak e kam lanë pa hëngër e pa pi. Falja o Zot mëshiraje. La ilaha illallah. Në të ditë ku njeri ju ka nevoj për çfarë do ndihme për kuj do qoftë. Imagjina kur vjen këndërmjetësim kë shefat për Ramazanit. Dhe bën shefat për neve Ramazani. O Zot falë robin, sepse unë kam lanë pa hëngër e pa pi. E sa gëzohet robi atë. Sa gëzohet robi, sa gëzohet robi, sa gëzohet robi, o Zot i madh. Andaj një muslimant këto, sa është koha, se të në që bëhet vënë, s'ka kur. Këto sa koha, ne agjerojmë dhe me qef. A nëpse ka pak lodhe me herë që anti kërë dita gati ka punë, se mërgjume, ka pak probleme stomake me shqeme, me lodhe, ka pak njerëzit, po nash. Javlen. Dhe në fund të japëm dhe sadakat al-fitrin, dhe prapi lusim Allahun me na pranu, dhe knaqëm krejt që këna agjeru, dhe falenderim Allahun shumë, që na mundësoj madhi Zot, edhe një Ramazan, me që në fund, e nuk e dina mo, a presim tjera nuk presim. Allah na mundësof me nëza natën e kadrit. Ja Rabbil Alemin. Po gjindërum, edhe Allahu na mundësoft me nëzon në natën e kadrit. A ka date preferume për natën e kadrit dhe po të ishte sonte nata e kadrit. Çfarë duaje na këshe preferu dhe çfarë duaje këshe bo? Ata që ka pyet Aisha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo po këtë pyetje ka bërë Aisha pejgamberin, ja Rasulullah, sikur ta zeja në natën e kadrit. Çfarë me çfarë shkon mirë më lut, çfarë më thon, ka thon thuaj. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti i fals, je bujar, e do faljen, falu mua. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti i fals, bujar, e do faljen, falu mua. Me përsëritën seçte, në mas namazit, të nejt, të bëdoa,
sa ma shumë gjatë natës e ka, gjatë këtyre netve. Po me lutë Allahun, me krejt që ka ke nevoj për dynja e për ahiret. Allah na mundësof në zanatën e kadrit, e mi adhan hakin natën e kadrit, me qenë për atyre që Zoti i pranon, o pranon lutjet, dhe i falë, shkak punës e tyne, ibadetit e tyne, angazhimit e tyne, natën e kadrit, që ka thana i bekuar, alayhi salatu wassalam, men qame, lejlet il qadri, imanen, u ihtisaben, gufre lehu ma të qaddemi me dhembi, ai cili falet, ai cili ngjall natën e kadrit, me adhurim, me ibadet, me lutje, me istikfar të tjerë, me bindje, besim në Allah për vlerën kësaj, për vlerën e matë kësaj natë, rëndësinë e tjerë, dhe duke kërkuar shpërblim të Zoti, i falën gjëna që ka ba më herët. La ilaha illallah. Imagjina, me nëzanë këtë natë, me na falë Allahu, krejt gjëna që ka ba më herët. E që bije, me dalë për Ramazanit, të pastër për gjënaheve, që është në kanë lindur nanët tona. A ka dharat më të madhe? Nuk ka. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hoxha ndërum, Allahu ju shpërbleft. Amin. Allahu ndërof, mos na harrën lutjet tuaja, sidomos në këto ditë të fundit të Ramazanit. Të dashur miq, ishim me Hoxhën e ndëruar profesor doktor Shafet Krasniqi, duke ju falendruar për vëmendjen, duke lutur Allahun xhelle shanehu që të i pranon lutjet juaja dhe tona ibadetin në muajin e Ramazanit. Deri në takimin e radhës, mirupafshim, selam aleikum.